zjarrat, por ndoshta ka filluar të nxjerrë. Po gjithsesi jemi në rrugën bërthamore. Pra mendon që ka atë bllokun e zi sa ja? Gjithë kanë një blok të zi. Dhe duke qenë që Osmani mund themi që nuk hyn te kategoria e politikanëve e traditës të qenë domosdoshmërisht shumë i përlyer, siç është në Kosovë. Në Shqipëri s'po marrin fare, është më tjetër, po gjithsesi e ka dhe luksin që të nxjerrë ca gjëra pa pritur ndonjë themi goditje mbrapsh mirëfillt. Edhe në këtë pikë ndoshta nuk ka asgjë për të humbur. Megjithatë duhet marrë parasysh diçka që kjo është tetë interesante për të parë se është vetëm sfida e radhës për Kurtin. Dhe të paktën në dekadën e fundit praktikisht, pothuajse një dekadë, Kurti ka dëshmuar që në politikën kosovare ai është piloti që fiton çdo garë. Ky është fakt, është e sigurt, është 100% success rate. Dhe jo vetëm në nivel elektoral, po edhe në vendime që ka marrë. A janë të moralshme, a janë etike, a janë etike është muhabet tjetër, por fakti është që ai ka fituar çdo garë, çdo bast, ka bënë një gabim të vogël, që ishte ajo fiaskja me dinarin serb, pa ishte thjesht çështje mungese e një analize të mirë taktike në komunikim, pas gjë tjetër, çdo gjë. Shumë drejt ka dhe zoti Berisha kur thotë që praktikisht ai nuk e njeh kompromisin, por Kurti, po ta vëmë re, ka ndjekur në mënyrë, do të thënë, gati argëtuese, librin e procedurave. Që nga trajtimi i veriut, që nga marrëdhënia me Bashkimin Evropian, që nga marrëdhënia me Serbinë, po edhe sa i takon sistemin elektoral në Kosovë. Nuk ka numër mjaftueshëm për shkojmë zgjedhje. Nuk ka prag numër mjaftueshëm për shkojmë prapë zgjedhje. Dikush më thotë për procedura, se në rrjetet sociale ka dalë edhe deklarata e Kurtit që thotë afati i fundit 4 marsi dhe befas kur presidentja e shpërndau parlamentin, zoti Kurti tha jo nuk qënë nga 4 marsi, tani këtë besojmë, cilën nga deklaratat besojmë? Mirë, qartazi... Apo t'jallëm kushtetusës? Qartë t'jallëm kushtetusës këtë pikë, po qartazi nuk po e vlerësojmë për moralin dhe etikën e tij. Ai që po them është që praktikisht ai thotë le të shkojmë një cikël pafundësisht zgjedhjesh, do ndjekim rregulloren fije për fe, ka një farë, e them me shumë butësi këtë, nuk po mundom të anatemoj as kënd, as të ofendoj dikë, po ka një farë spektri këtu. Është ky spektri i një farë autizmi politik. Ka një farë beautiful mind, rain man të gjithë kjo gjoja, aftësia për të parë një sistem kaq kompleks, edhe për të futur dorën gjithmonë dhe për gjetur atë pikën e duhur që rrit gjitha. E bën gjithmonë. Në 100% të rasteve. Dikush mund thotë çfarë shkakton kjo Kosovës. Tash le të jemi të sinqertë. Kosova nuk ka pasur qoftë edhe një, ndoshta i fundit. Mandati i fundit i qeverisë Kurti, po përpara nuk ka pasur qoftë edhe një mandat të plot qeverisës. Asnjë të vetëm. Asnjë të vetëm. Kështu që Kosova ka rekordet e veta edhe pa ndihmën e Kurtit. Të duket normale që rri një vit në pushtet, mbaron zgjedhjet dhe një vit nuk formon dot qeverinë e re. Jo, s'është normale. Numra. Tani nuk është normale. Mbyll shpërndan parlamentin se nuk gjen dot emrin e presidentit. Propozon disa kandidatura, shkon deri ke familja Jashari dhe prap ti nuk je i aftë që të përthithësh një njerëz konsensuar. Po këtu është dallimi i Kurtit. Dallimi i Kurtit është të gjithë më parë kanë qenë edhe të ki parasysh funksioni, roli i aleatëve strategjik të Kosovës, që është gjithmonë me vëvitje shumë të madhe. Njerëzit edhe kanë qenë për studio televizive kur e përmendshin. Domethënë, realisht kishte ngashërim njerë, ka mërzit Amerikën. Ka qenë shumë i madh, duke qenë që dhe personat e mëparshëm, që po flasim, Kurti, Thaçi, Isa Mustafa, që ka qenë tepër i dobët, edhe gjithë tjerët, kanë qenë deri diku të menaxhueshëm dhe çantazhueshëm, aq edhe sa praktikisht votuan në futën e vet në burg. Fakt. Kurti jo. Kurti thot,